Na e dini që spitalin e Prishtinës, veç që kemi caktu lokacionin, edhe kemi caktu budget, tash në konferencën për investitor, po ashtu kemi edhe interes për sektorit privat për me në ndihmu për me zhvillu këtë projekt. Tash e patëm takimin këtu edhe me institucionet qendrore edhe ndërkombëtare financiare, që janë të interesuar për me financu këto procese, kështu që jemi në proces dhe ju lajmërojmë edhe për hapat e më të qeshëm. Shumë, normal, vetëm Prishtina që i vynë spitali i kryeqytetit, nuk e ka spitalin e vetë, pra në QKUK aty kemi qytetarë dhe prej pjesëve tjera të Kosovës që marrin shërbime, kështu që Prishtinës i duhet spitali i kryeqytetit, të cilin faktikisht edhe kemi pas fondet prej Katarit para tash 2 vite gati, po që projektin na e kanë bloku Ministria e Punëve të Brendshme, sepse ata e kanë pas edhe Ministria e Administratës përpara, mirë po tash po them ne po i shtyjmë proceset edhe në bashkëpunim me sektorin privat.